Gojshme, në studio kemi profesorin universitar, Kurtesh Sherifi. Mirë mëngjes, mirë se erdhe në studio. Mirë mëngjes, mirë si u gjeta. Kënaqësi që të kemi sot dhe të flasim për një prej temave që më shumë të diskutojmë gjatë pranverës, për rriqrat. Po, si zakonisht me ngrohjen e temperaturave në periudhën e pranverës dhe në fillim të verës sidomos, rriqrat aktivizohen, i kemi kudo në natyrë. Po jo gjithmonë në, po themi kështu, koncentrime të larta janë vende, dhe më thonë varësisht ku kanë edhe, si themi, krijojnë atë habitatin e tyre, po për të qëndruar në një vend, për të qenë në një vend, duhet kenë aty edhe për të thithur gjak. Kështu që janë parazit që thithin gjak edhe kërkojnë për të shumëzu, po zakonisht ne në vendin tonë i kemi në zonat ose fushore ose malore, por fatmirësisht nuk është që kemi në ambientet e shtëpisë apo brenda vendbanimeve ku jetojnë. Gjakun zakonisht ato e thithin nga kafshët, por në disa raste edhe nga njeriu, të paktën ato zona ku ekspozohemi ne. Po, në shumicën e rasteve rriqrat në natyrë kërkojnë gjak dhe gjejnë më lehtë një bujqës të kafshët. Mund të jenë kafsh shtëpiake, por mund kemi edhe një numër të madh të kafshëve të egra. Aty është, më thonë, habitati i tyre, por në disa raste, ne themi në mënyrë më aksidentale, mund të ndodhë që të kemi edhe raste të pickimit në njerëz. A janë të dëmshme ose të rrezikshme nëse pickojnë kafshët, shpezët, shtëpiake, pulat këto, edhe atë ushqim, atë kafsh e prejmë, e hajmë, a është të dëmshëm diçka? Në fakt, vetëm infestimi i rriqës në kafsh nuk paraqet ndonjë problem të madh, për arsye se ato qëndrojnë për një kohë të shkurtër, relativisht, më thonë, qëndrojnë për një kohë cilën edhe thithin gjak, po ajo mund të jetë varësisht prej stadit të rriqës, se kemi të rriturat, ose që ne i themi adultët, rrin pak më gjatë, më thonë nga 7 deri në 14 ditë, nimfat që rrin më shkurt dhe larvat, më thonë çdo stad i këtyre rriqrave kërkon gjak për të zhvilluar. Nga si stad atakohemi ne më shumë? Në fakt, nga ato që kam vrejtur, ne takohemi më shumë nga nimfat edhe nga adultët. Me larvat më pak, zakonisht fëmijët e vegjël, nga që larvat janë shumë në tokë, janë, më thonë, shumë të vogla dhe vështira dhe të shihen me sy. Shpeshherë na duket si një pikë zeze vogël që diçka nuk është rregull me lëkurën e një organizmi, po zakonisht me nimfa dhe adult më shumë pickohen njerëzit edhe kafshët. Është rrezik për kafshët, po nëse ka ndonjë patogjen rriqra që mund të jetë virus, parazit apo bakter, ajo mund ta transmetoj si në kafsh dhe në njerëz. Dhe cilët janë ata patogjen? Në kafsh më shumë janë të njohura tek ne disa lloje të protozoarëve, babezjet, që edhe shkaktojnë sëmundje. Anaplazmat janë disa lloje të bakterieve dhe erliqjet. Këto janë më problematike tek kafshët. Do të thonë shkaktojnë edhe sëmundje dhe normal që nëse ka shenja nuk konsumohet mishi. Do të thonë duhet të pritet ose të trajtohet, po përndryshe në atë fazë jo. Ka që të voglave çfarë sherrri të madh rriqra. Profesor, Gonxha përmendi që rregullisht e kemi si temë trajtese edhe këtu në studio çdo pranverë këtë çështje, këtë temë. A nuk po arrijmë me menjanu, me parandalu, me menjanu para se të nis sezoni pranverës që të mos ulmohemi fare nga ato? Po, gjithkohë në natyrë, thash, në zonat fushore, sidomos ku toka nuk është e punuar, ka shkurre, ka barishte, po ka dhe kafsh, aty ka rriqra. Sigurisht edhe në male, në zona dhe më thonë ku ka male, ka kafsh tegra, ka, më thonë, edhe ka rriqra dhe aty. Në më thonë, rriqra janë pothuajse gjithkund. Të pranishme, por unë mendoj që ne duhet i rrisim ato masat e këshillimeve edukative, se
Për shembull, si ti identifikojmë disa zona që janë me populacione më të shumta të rrishrave dhe aty njerëzit që ofrohen ose që shkojnë me kafshë, kënë kujdes me të Këto lartë. dezinsektimet ose dezinfektimet as po kryejnë punë? Janë pjesëresht, më thonë janë masa, konsideroj që janë masa shumë të vogla në krahasim, për shembull kemi një territor shumë të madh edhe tash ku të shkohet që të bëhet spërkatja. Nëse në një vend identifikohet që ka numër të madh të pickimeve edhe potencialisht aty, si të themi, janë ato strofullet ose numër i madh i rrishrave, okej, mund të shkohet edhe pse më shumë është diskutabile, po, për shembull Malishev. Se ti e ke këtë vit në një zonë, mund të kemi zhvendosje në një zonë tjetër, dhe kjo lidhet me atë që thamë, kafshët e egra janë edhe kafshët bujqësore, gjithashtu, po krijojnë një, më thonë është e vështirë të largohen rrishrat, po mendoj që situata është e mirë. Është nën kontroll? Po, nuk kemi. Cilat janë zonat më të rrezikuara, profesor, në Kosovë, që qytetarët duhet të kenë kujdes që mos t'i frekuentojnë ato zona, apo të kenë kujdes se si sillen në atë zonë? Zakonisht, këto mund t'i dinë nga një vit paraprak. Nëse në vitin paraprak ka pas pickime më shumë, thonë okej, do kemi kujdes në këtë zonë se mund ketë më shumë. Nga një radhë dhe nga ana tjetër, siç janë për shembull dikur komuna e Malishevës, Klinës, Rahovecit, pjesërisht Suarekës, Prizrenit edhe Hasit. Është interesant, a e kemi përgjigjen pse këto zona janë më të prekura apo kemi numër më të lartë të rrishrave? Janë llojet e rrishrës, që atje kemi një lloj. Është përveç që adult janë gjithkund, po është lloji Hyaloma marginatum. Është një rrishe që ne themi është shumë agresive, lëviz dhe kalon, më thonë, disa metra duke kërkuar bujqësin për të thithë gjakë. Më thonë, është shumë e shpejt, edhe është bartës e një virusi shumë të rrezikshëm, që është virusi i thevëmragjike krimit Kongo, dhe është shumë vdekjeprorës. Çka kanë këto zona? A është temperatura më e nxehtë e që këto lloj rrishra e preferojnë atë lloj ambienti më të nxehtë? Apo pse janë komuna të caktuara, zona të caktuara? Numri i madh i rrishrave në një habitat të caktuar ka shumë, nga një radhë dhe nga ana tjetër janë infektive, kanë virus. Por ne kemi bërë vitin e kaluar një ulumtim, fatmirësisht shkalla e infektivitetit, dhe më thonë e pranisë rrishrave infektuese në atë zonë është zvoglu, fatmirësisht. Kjo është, dhe më thonë, po kjo nuk të thotë se ne ku kemi marrë mostra dhe kemi qenë sigurt se është e vështirë të mirën mostra gjithandej, por në zonat ku dikur kanë qenë më problematike, fatmirësisht kemi gjetë shumë pak rrishra të infektuar. Por kjo na ka bërë që në disa zona tjera, për shembull në komunën e Hanit të Elezit, e kemi identifikuar një fshat, një zonë që 10% të rrishrave kanë qenë infektuese dhe kemi njoftu zonën për rreth, fermerët, sigurisht edhe qendrat e mjekësisë familjare atë që të kenë kujdes. Qëllimi i institucioneve, sigurisht secili në pjesën e vet, është të identifikohen zonat e nxehta që ne i quajmë apo hotspot, edhe t'i themi kujdes se këtu kemi një vatër që ka rrishra të tilla dhe janë infektuese. A sa gjatë që periudha e rrezikshmërisë nga rrishrat? Është, më thonë, mund të filloj sigurisht nga pranvera, mund të jetë sidomos muajt mars, prill, maj, edhe në qershor, por kjo varet edhe nga temperaturat edhe kushtet klimatike. Zakonisht është kjo periudhë që duhet të kenë kujdes të gjithë ata të cilët janë në natyrë, sidomos fermerët, që duhet të dalin me kafshët e tyre, të punojnë tokën, edhe ata mund të jenë më të rrezikuar. Më të rrezikuaret janë ata. Dhe të gjithë të tjerë, të cilët tani më po dalim edhe për qef, për shëtitje dhe mund të Çka nëse pickon një rrishr, si të mbrohem aty për ato, dhe sa është rrezikshëm pickimi në ato momente për trupin e njeriut? Po, nuk duhet me u shkaktu ndonjë panik, se te ne më shumë të pickimet që ne i kemi vërejt, janë për një lloj të rrisës që është Ixodes ricinus,
është një tjetër lloj nga ajo që e përmenda më herët. Pra nuk e shpërndan sëmundjen nuk është transmetuesi i këtij etheve virusi. hemoragjike. Nuk është, domethënë aktualisht, domethënë nga ajo që ne i kemi testuar, nuk paraqet ndonjë rrezik dhe është transmetuesi një bakteri që mund të shkaktojë një infeksion, por që duket në lëkurë, krijohet një lloj pulle, më thonë e kuqe që vrejet që mund të shkojë deri në disa centimetra në formë të rrumbullakët. Edhe duhet paraqiten me njerë të mjeku për të vazhduar me ekzaminime tjera. Do më thonë kjo është borrelia që mund të shkaktojë një infeksion edhe mund të përhapet, por që mjekohet. Është gjithandej, do më thonë disa shtetet të Evropës kanë edhe rasa më të shpeshta, ne kemi, po është situatë në kontroll. Profesor, unë jam shumë përshtarit a di sa, besoj ju keni këtë informacion deri sa det ka qëndruar një riqër më së gjati në lëkurën apo trupin, në lëkurën e një personi. Nështë edhe në Kosovë, nështë edhe ndonjë kuriozitet jashtë vendit, që juve ju kujtohet. Po, më thonë është dikon 7 deri në 14 ditë. Ka gjasa që na 14 ditë, mos me di çka kemi në trup, në lëkurë në fakt, sa ajo futet në lëkurë. Në lëkurë, do më thonë ka atë pjesën e shpuse, që ne i themi aparati gojor, ka shumë sofistikum. Në krahasim me, do më thonë, mushkonjat janë shumë të shpejta, se i duhen për pak sekonda me dëpërtu me thith gjakun, ndërsa riqrat ju duhet janë më të ngadalshme, por përgatiten për dikon pak orë, deri sa të fusin këtë pjesën e aparatit shpusës e kokës, është si një lloj gjilpëre. A e ndjejmë në ato momente? Nuk e ndjejmë se paraprakisht prodhojnë edhe disa lëndë që e bëjnë një lloj, është një lloj anestetiku. Ato kujdesen edhe me na vendosa anestetik. Më thonë, janë ashtu që duke dëpërtuar në lëkurë, çlirojnë edhe shkarkojnë edhe anestetik, bllokojnë receptorët e dhimbjes ose ndihimit edhe futen me atë hypostomën që ne e quajmë si gjilpër, kërkojnë disa janë gjaku, e bëjnë një lloj bazenit vogël atë. Shumë smart ato. Edhe kështu në qetësi fillojnë të thithë. Dhe vendosen zakonisht në lëkurë të hollë, edhe ku ndoshta mund të mos e shohim me sy, për shembull, në zonat më të fshehura të trupit. Po, që mund të qëndrojnë, si themi, më ngadalë. Po, gjithandej ku mund të vendosen dhe për thith gjak. Me rëndësi është për qytetarët të marrin informacionin se si të mbrohen, sigurisht. Të gjithë ata që janë në këto zona, sidomos tani në mëngjes apo gjatë ditës, të veshin pantolona me mëngë të gjata dhe rrobe të cilat janë edhe të hapura, sidomos çorapet sipër pantolonave, që mos kemi, sidomos kjo vlen për të fermerat që dalin në zonat e rrezikuara, dhe ata të cilët kanë një rrezik mund përdorin edhe repelent, janë disa preparate që përdoren edhe kundër mushkonjave, zonat e hapura ose të lira të lëkurës lyhen me atë preparat. Dhe kur të kthehen në shtëpi, nëse domethënë duhet të sigurohen, sidomos edhe tek fëmijët kur dalin në natyrë, kontrollohet me kujdes. Bëhet edhe një ka preparate mja parapri pickimit. Po, ka, që ne quajmë repelent, kur ta, për shembull, janë edhe disa me bazë natyrore, domethënë ekstrakte bimore, disa janë edhe me, domethënë, medikamente të njohura. Po, largohen, se nuk hasin një aromë edhe ato nuk vinë në trupin, largohen, kështu që këto janë masat e mbrojtjes, përndryshe nëse edhe ka ndonjë që e shef riqën, mos shkaktohet ndonjë panik. Thash shumica pickimeve janë me këtë lloj Ixodes ricinus, të largohet me një pincë të hollë. Të largohet në kushte shtëpie apo të kërkohet ndihmë shëndetësore? Po, në zonat endemike, nëse diçka vrehet që është ndonjë rrezik që janë të njohura, është mirë të kërkohet ndihmë, më thonë nga një profesionist, por në zona tjera, për shembull, ku ndonjë riçër është në trupin e një personi, mos shkaktohet panik, të largohet me një pincë, por jo paraprakisht me vendosë, disa thonë e vendosa pak gaz ose vaj,
e lash disa minuta nuk bën, për arsye se në këtë kohë Riça bëhet nervoze dhe vjell. Më thonë, gjithë ata patogen që i ka, i transmeton sa më shpejt, kështu që të largohet sa më shpejt nga trupi i personit, të pickuar, të vendoset në një enë të mbyllur edhe të asgjësohet. Në shumë vende janë disa projekte që quhen pjesëmarrja e qytetarëve ose citizen science, dhe në disa raste këto Riça dërgohen në një qendër për të identifikuar, për të testuar. Kjo është, domethënë, situata. Nëse ka ndonjë dyshim për një shqetësim shëndetësor që lidhet me pickimin, po. Por nëse nuk ka, unë menoj që nuk është shumë e nevojshme ndëgjohet, për shembull, në shkova në ora 2 të natës se e pashë një ricër e pickuar, thonë që ka qenë në trupin e një pacienti edhe ka shku në emergjencë, nuk është kjo situatë, më thonë, për cilën. Pra, s'po kryojmë asne panik në asë një mënyrë, bile shumë mirë që përmendë dhe këtë, sepse qytetarë din me i ka panik. Rrezikshmëria më e lartë nga pickimi, dhe kush mund të shkoj? Rrezikshmëria më e lartë nga pickimi është sidomos nëse, domethënë, për shembull për virus, mund të jetë brenda 24 ore, 12 deri 24 orë, për bakterje 24-72 orë, për bije pas 2-3 dite, sidomos, por problemi është që në disa raste nuk vrehet, nuk e shohim. Çfarë simptoma mund të kemi deri çfarë dami mund të më shku maksimum? Nëse dyshojmë për një pickim apo në kontakt me ricën, dhe nëse pacienti vren që ka temperaturë, ethe, skuqje, plogështi, dhimbje koke, duhet paraqitet me njëherë tek qendra mjekësisë familjare apo te mjeku jashtë. Profesor, shumë kënaqësi që të patëm sot në studion e programit mëngjesit. Shpresoj që kemi shpërndarë sa më shumë mesazhe për gjithë ata që kanë nevojë të mbrohen, sigurisht në këtë periudhë kohore kur Riçrat i kemi prezente. Ishte kënaqësi dhe në dispozicion gjithherë për interesin e qytetarëve, për këshillat edhe edukimin e tyre. Faleminderit për të. Faleminderit për kontributin, shumë faleminderit. Enes, takohemi në ora 10 apo jo? Në 9. 10 ora në shpe kena më shku. Ndërka që me që shkuat presim për sëri.